Gjatë një momenti tensioni në shtëpi, Fjolla përfshihet në një përplasje të ashpër me Arditin, ku situata shkon drejt përshkallëzimit verbal. Gjithçka nis nga disa provokime të vazhdueshme, të cilat Fjolla i percepton si të qëllimshme dhe të panevojshme. Ajo humb durimin dhe i drejtohet Arditit me tone shumë të forta, duke i bërë të qartë se nuk do ta tolerojë më sjelljen e tij. Fjolla e paralajmëron Arditin që të mos e provokojë më, duke përdorur fjalë kërcënuese dhe krahasime të rënda, ku shprehet se mund ta thyej si kunj dhëmbësh. Ajo e shoqëron këtë me ofendimen, duke e quajtur Arditin budalla dhe duke thënë se ai nuk është në nivel as për të pasur shok të vërtetë. Fjalët e saj janë të mbushura me nervozizëm dhe inat të akumuluar, gjë që e bën situatën edhe më të rëndë. Arditi mbetet i shtangur nga ashpërsia e reagimit, ndërsa banorët e tjerë afrohen për të parë çfarë po ndodh. Disa përpiqen ta qetësojnë Fjollën dhe ta largojnë nga përplasja, ndërsa të tjerë thjesht vëzhgojnë në heshtje, të habitur nga gjuha e përdorur. Atmosfera në shtëpi bëhet e tendosur dhe ndihet sikur çdo fjalë e radhës mund ta çojë situatën edhe më larg. Fjolla vazhdon të shprehë zemërimin e saj, duke theksuar se është lodhur nga provokimet dhe se nuk do të lejojë askënd ta nënvlerësojë apo ta ngacmojë. Ajo e bën të qartë se ka kufi dhe se Arditi i ka kaluar ato. Edhe pse debati mbetet vetëm verbal, intensiteti i tij lëgjurm të gjithë banorët. Pas këtij momenti, marrëdhënia mes Fjollës dhe Arditit përkeqësohet dukshëm. Banorët flasin mes tyre për atë që ndodhi, ndërsa tensioni vazhdon të ndihet në ajër. Ky episod kthehet në një tjetër shembull se sa të brishta janë balancat në shtëpi dhe sa shpejt një debat i vogël mund të shndërrohet në një përplasje të madhe.